më shumë se 1000 fuqi me mbetje bërthamore në Atlantik. Për dekada të tëra mbetje bërthamore janë hedhur në Atlantik. Tani është gjetur fuqia e parë nga qindra mira që mendohen të jenë në tabanin e detit. Pak dihet për gjendjen e tyre. Në kërkimet për mbetje bërthamore të hedhura dekada më parë, studiuesit kanë zbuluar dhe lokalizuar tashmë më shumë se 1000 fuqi në Atlantikun Veriindor. Sipas një zëdhënësje të organizatës franceze kërkimore SNRS, ekipi ndërkombëtar i kërkimit u nis nga Bresti, Franca Perëndimore, në mesin e qershorit me anijen Lotalante, drejt zonës kërkimore në pellgun e Evropës Perëndimore të Atlantikut. Për 4 javë ata janë në kërkim të fuqive me mbetje bërthamore për të vlerësuar ndikimin e tyre në ekosistemin lokal. Mes viteve 1950 dhe 1980, disa shtete i hodhën mbetjet bërthamore thjesht në oqean. Në atë kohë, thellësitë e oqeaneve dukeshin si një zgjidhje e leverdishme dhe e thjeshtë për asgjësimin e mbetjeve bërthamore të gjeneruara nga zhvillimi industrial dhe laboratorët, të paktën aty ku oqeani konsideroi gjeologjikisht i qëndrueshëm. Vetëm në vitin 1993 u ndalua përfundimisht hedhja e mbetjeve bërthamore në oqean. Besohet se të paktën 200.000 fuqi të tilla gjenden vetëm në Atlantikun Veriindor, në një thellësi prej 3000 deri në 5000 metra. Megjithatë, vendodhja e saktë e mbetjeve bërthamore është e panjohur. Po ashtu pak dihet për gjendjen e fuqive dhe nëse ato ndodhen më vete apo të grupuara. Studiuesit po hulumtojnë ndikimin në mjedis. Studiuesit aktualisht po eksplorojnë zonën ku ndoshta ka rënë gjysma e mbeturinave. Ekipi synon të krijojë një hartë të fuqive të mbeturinave bërthamore të gjetura dhe të marrë mostra të shumta nga uji, shprati i detit dhe kafshët. Në këtë ekspedit, ata mbështeten nga roboti autonom zhytës Ulix, i cili është i pajisur ndër të tjerat me një kamerë për imazhe 3D dhe një sistem sonor për gjetjen e objekteve. Patrick Chardon, kreu i projektit NOTSAM, monitorimi i vendodhjes së mbeturinave bërthamore në oqean, mendon se radioaktiviteti në shumicën ndërmuese të mbetjeve bërthamore në Atlantikun e Veriut do të jetë zhdukur praktikisht pas rreth 300 deri në 400 vjetësh. Fuqit u projektuan për t'i bërë ballë presionit të oqeanit të thellë, por jo për ta mbajtur vërtet brenda radioaktivitetin. Chardon ka dyshime se radioaktiviteti mund të ketë dalë nga kontejnerët prej kohësh.